Mirëmbroma dhe mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me të gjitha zhvillimet kryesore sa i përket dy fronteve më intensive të betejës. Sigurisht vëmendja e mediave ndërkombëtare, por gjithashtu edhe transmetimeve tona të drejtë për drejta ka qenë tek lufta mes Izraelit dhe Hamasit, një luftë kjo e cila duket se është në pauzë në kuadër të negociatave që po mbahen në Sharm el Sheikh të Egjiptit. Vetëm disa minuta më parë, në një informacion të minutës fundit nga negociatat hermetike, CNN, por edhe Sky News kanë raportuar se një marrëveshje paqe mund të nënshkruhet brenda 48 orëve në vijim, bazuar edhe në burimet e tyre. Por zhvillimi i këtyre negociatave për gjatë ditës së tretë të tyre erdhi padyshim nga ajo që konsiderohet ulja e gjigantëve në tryezën e negociatave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan në Sharm el Sheikh të dërguarin e Donald Trump për lindjen e mesme. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas ka thënë se u vran 8 persona për gjatë ditës së sotme, por Tel Avivi zyrtar thotë se ishin operacione të domosdoshme kundër terroristëve, duke pretenduar se ato që janë goditur kanë qenë pikërisht militantë të Hamas. Të paktën 61 persona të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit në enklavën palestineze. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar se janë të angazhuara jo vetëm në negociata për paqe, por edhe në eliminimin e atyre që konsiderohen celulat terroriste. Së fundmi një zhvillim vjen nga Siria, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komanda e tyre në lindjen e mesme, ka goditur nëpërmjet një rakete të quajtur Ninja, një prej krerëve apo një prej komandantët të lartë të Al-Qaedës, bëhet fjalë pikërisht për Muhammad Abu Al-Wahab Al-Med, i cili është vrarë në automjetin e tij. Janë këto pamje të cilat ka sjell Ocean Defender, duke treguar kështu edhe makinën e shkatruar. Raketa Ninja që përdoren Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një raketë pavetësisht përthyese, e cila nëpërmjet 4 ndarjeve në kokën e saj arrin që të blindojë targetin, siç ka qenë në këtë rast një makinë, dhe të arrijë që të vrasë pikërisht edhe objektivin e kërkuar. Është përdorur edhe më herë në misionet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e lindjes mesme. Zhvendosemi me fokusin tonë tashmë në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Palët kanë vijuar me deklaratat e tyre, të cilat tregojnë se njëra po humb dhe tjetra po fiton. Është hera që është radha e Kievit që të bëjë këto pretendime, pasi Vladimir Putin deklaroi se trupat e Ukrainës ishin vrarë 48.000 për gjatë muajve të fundit. Një raport i fundit i sjell nga projekti i Ukrainës Dua të jetojë, një projekt ky shtetëror me financim nga qeveria e Kievit, ka treguar se vetëm për gjatë këtij viti Rusia ka humbur në frontin e betejës 281.000 ushtarë. Në të dhënat e Kievit zyrtar, të cilat shpeshherë janë besuar se janë edhe propagandë për të bindur dhe për të rritur entuziazmin në frontin e betejës, thuhet se ka në këto numra persona që kanë humbur jetën, persona të cilët kanë mbetur të plagosur, të zhdukur, të marrpeng dhe gjithashtu edhe të arrestuar. Nga totali 86.744 ushtarë rus janë vrarë, përfshirë 1.583 oficerë dhe 8.633 të dënuar dhe të rekrutuar nga burgjet. 33 të tjerë u listuan si të zhdukur, ndërsa 158.000 u plagosën dhe 2.311 janë kapur nga forcat ukrainase. Ndërkohë, raporti më i fundit i bërë nga komanda e Ukrainës flet për një humbje të Moskës në frontin e betejës të më shumë se 1.100.000 ushtarëve, duke përfshirë këtu personat e vrarë apo edhe personat e plagosur. Është një diferencë pasi kjo shifër flet për të gjithë luftën, ndërkohë që shifra prej 281.000 ushtarësh i referohet vetëm 8 muajve të parë të këtij viti. Ndërkohë Putin vjon me retorikën e tij, duke pretenduar se Rusia ka pushtuar më shumë se 5.000 kilometra në Ukrainë për gjatë muajve të fundit. Sipas asaj që ka deklaruar Vladimir Putin, për gjatë këtij viti ata kanë arritur që të marrin këtë sipërfaqe rekord, e cila ndryshe përkthehet si 1% e totalit të sipërfaqes së Ukrainës. Ndërkohë Kievi zyrtar duket se vijon dhe kërkon të hakmerret ndaj sulmeve ruse dhe për këtë arsye ka kryer një ndër sulmet më të rënda i cili ka ndodhur në rajonin e Belgorodit. Këto pamje që po shihni në këto momente në ekran tregojnë shpërtimin pranë një zone të banuar ku humbën jetën 3 persona, ndërkohë që u plagosën edhe 9 rus. Përshkrimi i videos publikuar në X është i qartë, Krimeja ka mbetur pa karburant, Belgorodi ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa Bryansku ka mbetur pa mundësinë për të vendosur në punë edhe centralet e tij të energjisë elektrike, duke shkaktuar dëm kështu në infrastrukturën kritike, diçka që Moska ka synuar t'ia bëjë Ukrainës për gjatë të paktën një vit e gjysmë së fundmi, duke i konsideruar këto sulme ndaj infrastrukturës kritike si mënyra më e mirë për të ndalur dhe të goditur edhe armikun. Ndërkohë sulmet ka pasur edhe nga Rusia drejt Ukrainës, të paktën 5 persona raportohet se kanë humbur jetën për gjatë 24 orëve të fundit. Forcat ushtarake të Kievit kanë publikuar pamje të cilat tregojnë shtollunga të mëdha tymi në zonat banuara, por gjithashtu edhe në objektiva
të infrastrukturës kritike energjitike. 37 personat të tjerë kanë mbetur të plagosur, ndërkohë forcat e mbrojtjes së Ukrainës thonë se kanë rrëzuar 154 dronë, nga gjithsej të paktën janë lëshuar 183 në total dhe 22 prej tyre kanë goditur në 11 lokacione të ndryshme. Do të ndalemi në pjesën e fundit të Magic Wall për të folur për revolucionin teknologjik që Ukraina ka bërë sa i përket përdorimit të armëve të ndryshme. Kemi folur disa muaj më parë për dronët detar dhe kapacitetin e tyre në frontin e betejës. Magura V5 është arma surprizuese e cila është konsideruar nga analistët ushtarak si një thikë mpret që çan përmes valve të detit me një shpejtësi prej deri në 70 km apo milje për orë. Ky dron detar, i cili është konsideruar edhe një varkë robotike, ka arritur që të shkatërrojë disa nga anjet më të rëndësishme të Rusisë në detin e Zi. Tregojmë pikërisht të pamje të një sulmi të ndodhur vetëm disa muaj më parë, ndërsa ekspertët ushtarak kanë treguar se kjo anije, e cila ilustrohet pikërisht këtu në mënyrën se si lëviz, është e aftë që të mbajë pikërisht edhe 2 raketa, të cilat mund të kenë një rrezë veprimi deri në 30 km. Raketat vendosen pikërisht në anët e saj, duke bërë të mundur kështu edhe shënjestrimin e objektivit final të forcave ushtarake të Kievit. Për të gjitha këto që raportuam në Magic Wall, por mbi të gjitha për negociata që mund sjellin paqe në Gaza, do të diskutojmë mbrëmjen e sotme në program, menjëherë vetëm pas siglës.